Pas 27 vjetë të shpritje në ankth për të ditur fatin e të dashurve të tyre, 3 familje nga Klina një ditë më parë e morën një përgjigje. Masardushit, Baligashit dhe Fadele Lezit ju identifikuan mbetjet mortore për të rivarrosur sot në varrezat e dëshmorëve. Vite pasi kishte rivarrosur baban, Florida Gashi, aso kohën 9 vjeqe, sot i dha lamtumirën e fundit Axhës. E kujtimin e fundit me të, aso kohë 22 vjeqar e ka ende të freskët. Më kujtohet një moment kur isha duke mbajt babin për dore, në momentin kur fillun me na nda forcat paramilitare serbe, edhe në kolona që ishim, dhe në atë moment e di që më shty babi shumë ashpër nga unë, edhe aty ka qenë momenti fundit që unë e kam pa gjallë, po paralelisht kam qenë duke bërtit Axha, sepse me Axhën kam qenë e lidhur shumë. Ajo thot se nga ai i ka mbetur një ditar, përgjigjet e së cilit i përcjell sot. Në mesin e tyre ka qenë një pyetje që e ka bërë, thot, lufta do të mbaroj në 2000-ën, por a do të jem unë gjallë? E thash edhe në fjalem, kjo nuk ka qenë vetëm një dyshim personal, kjo ka qenë një dyshim dhe një nevojë për të kuptuar se si do të përfundoj jeta për ta dhe si do të kujtohen ata pasi që ata nuk janë më. Unë, Axhës tim, Masarit edhe gjithë tjerëve, ju them që ju do jetoni gjithmonë në mendjen dhe zemrën tonë, po do jetoni edhe do shkruheni edhe do përmendini. Mbetjet mortore të 23 vjeçarit u identifikuan bashkë me të moshatarët e tij, Masardushit, dhe 37 vjeçarit Fadele Lezi. Një qytet i tërë bëri homazhe tek arkivolet e mbështjellura me flamurin shqiptar e të nderuar nga Forca e Sigurisë së Kosovës. Disa i përqafuan, disa qanë e të gjithë i nderuan. I pari i Klinës pati një thirrje për institucionet. I bëjmë thirrje institucionet vendore dhe ndërkombëtare që të intensifikojnë përpjekjet për zbardhjen e plotë të fatit të pagjetur dhe për vënien për drejtësisë të përgjegjësve të këtyre krimeve. Të dashur familjarë, dhimbja juaj është dhimbja jonë. Nga niveli qendror u tha se s'do rreshtin së kërkuari personat e zhdukur. Sipas të dhënave, mbi 1600 persona vazhdojnë të mbesin të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë.